Përshëndetje, unë jam Vilma Kaso, docente në Institutin Kulinar Nerazi. Për ju sot do të përgatisim një fish burger që është një burger me qofte me bazë salmoni. Le të fillojmë me përgatitjen e qofteve fillimisht. Do t'i skuqim në vaj të nxehtë 170 gradë për 3 minuta. Pasi kemi nxehur në vajin, ne do t'i hedhim direkt. Në 170 gradë për 3 minuta. Do të vazhdojmë tani me prerjen e kastravecave, të cilat janë kastraveca turshi, produkt i kompanisë Nerazi. Është produkti këtu dhe e gjeni në çdo dyqan Nerazi Organic Market. Dhe prerja do të jetë në këtë lloj forme. Duhen feta. Unë po pres 1 ose 2 kastravec për një burger në këtë lloj mënyre. Këtu kemi këtë burgerin të cilin do ta presim në këtë lloj forme. Pasi e kemi prerë deri në fund, mua më pëlqen ta pres deri në fund. Pasi e kemi prerë në këtë lloj mënyre, do ta lyejmë me një salcë të përgatitur, e cila është me majonezë dhe pak wasabi. Vazhdojmë me lyerjen e burgerit me salcën e përgatitur më herët. Do të lyejmë të dyja pjesët. Më pas, do të vazhdojmë me djathin cheddar, i cili është në feta, produkti i kompanisë Nerazi. Do të shtojmë fetat e kastravecit, të cilat i prem pak më herët. Do të vazhdojmë me qoften me bazë salmoni, produkti i kompanisë Nerazi. Mua më pëlqen t'i shtoj dhe një fet tjetër cheddari, për arsye të një shijem më të theksuar. Më pas, do të vazhdojmë me mbylljen e kapakut. Më pëlqen ta shërbej me thik dhe pjesën tjetër për ta plotësuar në pjatë do vazhdojmë me shoqëruese me kroketa patatesh, të cilat janë produkt i kompanisë Nerazi, të cilat ne i kemi përgatitur pak më herët. Në preferencat e mia për të shoqëruar fish burger, mua më pëlqen të përdor salcën keri, të cilën e gjejmë në kompaninë Nerazi. Atëherë, kjo është dhe pjata ime përfundimtare. Fish burger të shoqëruar me kroketa patatesh. Kjo ishte receta që ne realizuam për ju sot. Nga unë Vilma Kaso do të shifemi në recetat e ardhshme. Të gjitha produktet që kemi përdorur i gjejmë te dyqanet e Nerazi Organic Market. Mirupafshim!